Brikena Selmani dhe Mateo Borri kanë pasur një përplasje me njëri tjetrin për konkurrenten Selim Bollati. Duket se modelja nga Kosova është bërë xheloze për të, për shkak të një veprimi të banorit. Asaj, si shihet, nuk i pëlqeu gjesti që Mateo ka kapur nga krahu për ta hedhur në pishinë. Kjo gjë nuk i ka pëlqyer konkurrentes, meqë edhe i kërkoi llogari se pse e bëri këtë. Brikena theksoi se marrëdhënia e tij me Selin është keq kuptuar në publik, pasi herën e kaluar u komentuar raporti mes tyre. Ajo pas kësaj ka bërë një distancim nga Mateo, duke i injoruar në çdo gjë brenda shtëpisë. Mateo nga ana tjetër tha se nuk e bëri me qëllim dhe se nuk ka asgjë në këtë. Nga ana tjetër, na duhet të rikujtojmë se të martën ata shkëmbyen pusin e parë mes tyre. Kjo bëri bujë të madhe për faktin se banori ka qenë tetë i dhënë pas modeles, por që nuk mund të thuhet edhe e kundërta. Ajo madje kishte qenë vendosur më parë se nuk do të ketë asgjë me të. Një deklaratë e saj tani është rikthyer në vëmendje, ku theksonte se nuk do të ketë asnjëherë asnjë me të. Kjo është hera e parë dhe e fundit që e them. Unë me Mateon, jo që nuk kam asgjë, por nuk do të kem fare asnjë, kishte deklaruar Brikena së kohë. Sidoqoftë raporti i tyre është zbutur dhe tani mund të thuhet se janë një çift i konsoliduar. Por mbetet për të parë në vazhdim se si do të rrjedhë kjo marrëdhënie.